Skuadra e Arsimit ka shkruar një faqe të re në historikun e klubit, pasi që në sezonin e ardhshëm do të luajë për ligën e parë. Rezultati i këtij klubi ishte fitore për të gjithë Çegranin, por edhe gjithë Gostivarin. Me një dedikim shumë special për klubin futbollistik Arsimi, sot në seancë të Këshillit Komunal të Komunës së Gostivarit, doli këshilltari nga radhët e BD-s Halim Zeqiri, i cili vjen nga Çegrani. Ai u shpreh krenar për klubin dhe kërkoi që i njëjti të përkrahet nga të gjithë dhe në çdo aspekt. Arsimi në elitën e futbollit vendor një sukses historik. Brenda një kohe të shkurtër, klubi Arsimi arriti të kalojë nga niveli amator në atë profesional. Ky është një tranzicion i jashtëzakonshëm që i detyrohet punës së palodhshme të shumë gjeneratave, nga themeluesit, kryesia, lojtarët, donatorët, afaristët e deri tek diaspora jonë e dashur, e cila ka qenë krah për krah me klubin gjatë tërë kësaj situate. Si këshilltar komunal, jam krenar për këtë arritje dhe do të jem gjithmonë pranë klubit Arsimi për të mbështetur rrugtimin e tyre drejt sukseseve edhe më të mëdha. E dim se edhe di klubet që përfaqësonin qytetin ton, Besa e fshatit Dobridol edhe klubi i Gostivarit që u shuan, ka ngel vetëm Arsimi, besoj se përkrajen do ta ketë edhe më masovike, se s'kemi tjetër klub cilën të përkrajmë. Të njëjtën gjë e kërkoi edhe këshilltari Lek Dalipi, dhe kjo pas shuarjes së klubit të futbollit Besa Dobridol dhe klubit futbollistik Gostivari. Të njëjtën gjë e kërkoi edhe këshilltari Lek Dalipi, dhe kjo sidomos pas shuarjes së klubit të futbollit Besa Dobridol dhe klubit futbollistik Gostivari. Por ai potencoi se fëmijët dhe të rinjt e qytetit të Gostivarit meritojnë të kenë edhe klubin e vet futbollistik. Dje fatkeqësisht morëm lajmin që klubi Besa Dobridollit do të shuhet, por siç e dim edhe klubi i qytetit KF Gostivari po ashtu fatkeqësisht u shua. Për gjithë ne të cilët e njohim botën e futbollit profesional, i dim arsyet, megjithatë desha nga ky vend, pra nga ky fletore të them që krahas faktit që do të kemi një skuadër në ligën e parë, unë bëj apel që ky qytet, pra ky komunitet, kjo komune jona ta themi, kjo klimë e biznesit, si dhe i bëj apel edhe diasporës që Gostivari meriton dhe mund të ketë një klub të vetin, është shumë e rëndë, posaçërisht nga aspekti financiar për të mbajtur një skuadër në ligën e dytë, mos flasim në ligën e parë, megjithatë nuk është komplet e pamundshme. Gostivari meriton një klub, një menaxhim të mirë, precis dhe një herë për gjithmonë t'i lëm ta them ato teoritë ndryshme konspirative të cilat gjithmonë kanë dëmtuar këtë skuadër dhe t'ia kushtojmë një klub rinis të gjithë atyre fëmijëve të cilët në akademi ushtrojmë për ditë. Kujtojmë se klubi futbollistik Arsimi ka shkruar historinë pasi për herë të parë do të luajë për ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Arsimi Çegranit me fitoren e thellë 4-0 kundër Vardarit në Negotin shënoi suksesin pikërisht në 52 vjetorin e themelimit të këtij klubi, që është simboli i rinisë dhe sportit të këtij vendbanimi.